edhe me nga masveturave njerëzit në përtetet ndryshme, e sidomos Shqipërisë. Shqipëria ala dojnë shpatin. Ja gritëshin me këmishe, me metana, se në hypëshin kërë. është shumë e vërtet. Bigi e meriton, duhet. Si se meriton, me plot kuptimin e fjales e meriton. Parëzit i tash dhe Bigut, Shpati ka qenë një ndër artistat e parë që ka bërë revolucion në tregun shqiptar të meshkujt, sidomos, ka thy shumë tabu. Shpatin e kemi Riki Martinin shqiptar. Unë realisht e mendoj që ma shku më të bukur se Shpatin e stratë ne s'kemi pas, deri tash unë nuk kam pa, ndoshta në shijet e mia. Dhe muzikën, jo vetëm stilin. Edhe muzikën që ka bo, dhe hitet... U habitshin, kur e shifshin... është e vërtet, dhe këngët që ka repertuar shumë të madhe, ka që ka bohet në atë... Një farë mënyre e kemi përjetu, po nuk keni përjetu sa une. Unë më ka ra dhe më thonë me shku në atë kohë dhe më thonë me Shpatin. Pa diskutim. Më ka ra në atë kohë me shku me Ermalin, edhe me Blerën, që në qatë periull dhe më thonë këta e kam pas kulmin që të tretë, edhe me nga masveturave njerëzit në përtetet ndryshme, e sidomos Shqipërisë. Shqipëria ala dojnë Shpatin. Ja gritëshin me këmishe, me metana, se në hypëshin kërë. është shumë e vërtet. Bigi e meriton, duhet. Si se meriton, me plot kuptimin e fjales e meriton. Si ta është ndoshta shumë herët, po besoj se e kemi borsh ta bëjmë një koncert edhe gjithë këngëtarët të këndojmë ka një këngë të Shpatit për ta kujtu dhe për ta patë gjithë një kujtim bukur për ati. Po zakonisht e mirë, ka njerën ndoshta na kapën për sende shumë të vogla edhe na e rrisin e bëjë shumë është çështje njerëzore që është në një anë, nuk e di është normale, po ashtu funksionon dhe bota, jo veç të neve. Shkencëtarët më të mëdhej, si Einstein, si gjithë, këto kanë marrë gjithë çmime Nobel, po jo mbo dhe më të mëdhej kur nuk kanë ekzistuar më. Si Whitney Houston, si Michael Jackson. A i së konë gjallo, bo i famshëm. Atë po them që artistat e mëdhej dhe artistat në përgjithësi më shumë bojnë emër kur nuk janë dhe vlerat e një piktori më të madhë në botë, momentin kur vdes rritet vlera dhe më e madhe, vlerësohet dhe më shumë. Pse nuk di me të thonë, pse, po kjo është një fakt që është i dhimbshëm, se nuk e vlerësojmë dhe në shëndetin tonë nuk e vlerësojmë pse e kemi. Mos diskutojmë për tjerët. Është e dhimbshme, po fatmirësisht që ka vepra dhe veprat e tij do të mbahen mend. Dhe ne do të jemi shumë mirënjohës dhe falenderues që kemi pas mundësinë të kalojmë momente të mira me të dhe të veçanta. Ta njohim, të jemi pjesë e atij, ta kemi shok. Ne jemi njerëzit më me fat. Do ta kujtojmë me gjithat mira që i posedonte si njeri. Për fund kështu, a ka ndonjë moment që sot jeni pishman që ka ndodhë diçka me të? Me Shpatin? Jo. Po. Ufa, jo më pishman. Ndoshta kisha këthy shumë gjëra, për shembull pishman jam pse kam bërë një këngë me Shpatin dhe ma ka ofruar disa herë. Po njëjtën edhe unë. Shumë jam pishman. Po mu ma lathash. Shumë e kemi pat sa herë, po ne e kemi lanë si asgjë. Da bëjmë, kur e konsideron dikë shumë të Jo, do të mundohem me gjetë një këngë, nëse inshallah e kam, ma ka çu. Inshallah do e gjej, edhe nëse do e gjej ta fjalën do ta çoj, ta transmetosh. Nëse e gjej dikun në arhiv në telefon. Sa është këngë që ka kënduar Shpati, tjera lyp me bo me ty. Po. Dhe me thonë, ti nuk e ke këndu, dhe me thonë, po Shpati e ka të këndu. Po. Okej, të ndëgjues si demo e ka dërguar Adelina, hajta bë. Nuk është tashti, kjo është para duket Jonin e kisha. Joni ka 7 vjetë e ca, para 6 vjetë. Inshallah po e gjej, e kam pas. Si demo, kjo më vjen shumë qetë, sepse më kishë mbet një kujtim shumë i mirë me te. Unë kam kujtime pa fund, po që nuk mundem t'i plasoj, kam kujtime për vete. Dhe nuk është vepër, patjetësisht. Këto dhe një do t'i bi pishman që ta shpejt nuk e kam thirë ndoshta me dalë me taku. Unë e takova rastësisht, po nuk kam dalë ndoshta ta pi një kafe. Këto do t'jem shumë pishman, po nuk e kthej do t'kohen. Po prapë më je mirë që e takova të paktën e përqafova njerë. Vek?
njëjtën gjë edhe unë mund të them se ne gjithmonë kësaj rimi taku, kur ta bëjmë ne një bashkëpunim, ne dy tetovës, ne dy shok fëmirisë, da bëjmë, sa herë kemi diskutu, edhe ish kur e ndjen dika shumë dafer, haj se ne e bëjmë, se jemi familjes, jemi shtëpi, se e kom labin, unë e bëjmë. Edhe gjithë na ka mbet, ndoshta për atë mund t'i bi pishman, po prapë s'mala pa një dokumentacion. E bëm këngën e Elitës 5 bashkë tash të gjirimet, nuk më la pa kujtim, kështu që e bëm diçka, ndoshta jo kënga jon, po këngë që... Ka qenë e shkrume, edhe ka qenë ta keni një këngë. Zakonisht dokumentume. Ju e dini që unë nuk